Nuk mendoj që është lënë çështja e kuvendit në plan të dytë. Jemi duke pritur që koalicioni që ka fituar me shumë të vota të vëdësohet, të reflektoj, të propozoj një kandidat të pranueshëm edhe për parti tjera, ndërsa sa i përket procedurave për emërimin e kandidatëve për kryetarë të komunave nga partitë politike, mendoj që është koha e dur që partitë politike të vendosin se kush do të garoj për komunat, dhe mendoj që është me afatet kohore ashtu dhe si duhet. Sa janë gjasa që të zgjidhet problemi i kuvendit para se të kryen edhe zgjedhjet lokale, që mos interferojnë një... Po, problemi i kuvendit mund zgjidhet në atë moment kur partia që ka fituar më shumë të ulëse apo koalicioni që ka fituar më shumë të ulëse jemi duke pritur, ne si Parti Demokratike i kemi dhënë gjitha opsionet e hapura, jemi të hapur, përveç për ata kandidat që kanë qenë, për ata deputet që kanë qenë pjesë e qeverisë Kurti 2, mendoj që mënyrë të nesme mund konstituohet organet kur këta të reflektojnë. Po ne duke pasur nuk është duke hequr dorë për emrin e kandidatit. Shqoni, Partia Demokratike është duke me qenë se është duke evituar një keqe të madhe që një kandidat që nuk është i pranueshëm, që s'paraqet unitet të mos bëhet kryetari i parlamentit. Faleminderit.